Kryeministri Edi Rama ka goditur vendimin e gjykatës kushtetuese, e cila një ditë më parë anulloi shkarkimin nga detyrat të Erjon Veliajt. Sipas kreut të qeverisë, vendimi i trupës të gjyqtarëve është në dëm të Tiranës, e cila nuk mund të vazhdojë të drejtohet pa një kryetar në zyrë. Nëse Tirana nuk do të ketë zgjedhje deri në 2027 dhe kushtetuesja mendon se kryebashkiaku i burgosur i Tiranës nuk mund të largohet përveç se me zgjedhje, atëherë disproporcioni mbajtjes së tij në qeli nuk është më thjesht në dëm të rive të drejtave kushtetuese të personit, por edhe në dëm të së drejtës kushtetuese të popullit të kryeqytetit për të u shërbyer nga i zgjedhuri vet apo jo. Duke ju përgjigjur kritikëve të cilët e akuzojnë se kanë në kontroll gjykatën kushtetuese, por dhe argumentave që kjo e fundit përdori për anullimin e vendimit të qeverisë, me nota ironie, Rama i sugjeron dhe lirimin nga qelia të Veliajt. Çdo njeri normal që nuk shet tek qëndrimi kushtetueses një qëndrim të verbër kundër qeverisë në dëm të madh të Tiranës, po një qëndrim të vendosur parimor, nuk ka se si të mos pres që me të njëjtën parimësi, kur të gjykoj para burgimin e tij, kushtetuesja ta kthejë Erjon Veliajin në detyrë për të vijuar procesin gjyqësor në gjendje të lirë apo jo. Kryeministri e mbyll reagimin e tij me një kërkesë për zgjidhjen e Gërçit të krijuar në Bashkinë e Tiranës, ndërsa la të kuptohet se qeveria nuk do të heqë dorë nga përpjekjet për të zhvilluar zgjedhje të reja në kryeqytet.